E shohim çdo ditë në teatrin e kukullave, vendin ku kishte thurur ëndra ta aktronte, e sot është një realitet i prekshëm, si gjithmonë me pasionin e humorin që e karakterizon Fredin përpara shfaqjes, po përgatitet për një nga rolet e tij më të dashur, atë të një fëmije çamarok. Këtu fillon gjithçka për realizimin e figurës së personazhit dhe vënies së tij në skenë. Me një kujdes të veçantë përpiqet të bëjë maksimumin për kurimin e lukut të tij deri në detaje. Për Klit Roshin, mikun dhe kolegun e tij, ai është pjesa më e veçantë e trupës. Ne themi aktor, po ti jesh aktor i teatrit kukullave, aktor i varietes, aktor i teatrit kombëtar, janë 3 specifika të ndryshme. Mundet i bëj aktorit e duhet i bëj. Dhe Fredi e ka treguar veten edhe në teatr kombëtar, edhe në film, por më së miri edhe në teatrin kombëtar të fëmijëve, teatri i kukullave si shnihet. Unë me Fredin kam patur fatin dhe rastin që të punoj në rreth 4 premiera, 3 ose 4. Dhe sinqerisht nuk e kam bjerë veten keq fare. Përkundrazi me atë fizik që ka, i jep të shfaqjes një humor, i jep një shfaqjes dhe i jep një gjallëri, i jep një ngjyrë krejt tjetër. Dhe jo më kot, ai Fredi është ndoshta personazhi, aktori personazh më i dashur për fëmijët. Arti është ndjenjë dhe që të kesh sukses duhet të vloj pasionin. Fredi na tregon se sa e bukur është të bësh atë që ndjen vërtet dhe kur e përcjell tek ata që të ndjekin, e më konkretisht, në këtë rast tek bota unike dhe e pafajshme e fëmijëve, arrit sukses. Fëmijët e adhurojnë Fredin. Gjithmonë pas shfaqjes kërkojnë të atakojnë e të bëjnë foto me të. Kjo është magjia e skenës. Në këtë moment janë fëmijët ata që i kthejnë Fredit emocionin e marrë prej tij, e kështu ai hyn në botën e tyre plot sinqeritet. Por si erdhi Fredi këtu? A ka qenë lehtë për të? Vendosmëria e tij, pasioni për skenën bëri që ai të mos hiqte dorë nga ëndra për të bërë aktor. Rikthehem sot pas disa vitesh në vend që më mësoi shumë mbi artin, por që më bëri të kaloj shumë vështirësi. Eci në këtë rrugë, e çdo hap që hedh, më kujton pengesat që kam kaluar, dilemën, ankthin, frikën nëse do të më refuzonin, nëse do të kisha ndonjëherë mundësinë të ngjitesha në skenën e teatrit. Kujtoj 3 vitet rresht, konkurse e mospranime, kur isha emocionalisht i përgatitur si gjithçka po vazhdonte mirë. Pedagogu nuk më jepte rol. Në hapat e mi të vegjël jam përpjekur, kam luftuar për të prekur ëndrrën time. Por sot, këto hapa nuk mbajnë më. Nuk jam më si dikur. Tashmë e vetmja gjë që sjell ndërmend janë kujtimet e bukura edhe të dhimbshme. Dashuria për artin dhe skenën, momentet e dëshpërimit, frika nga mentaliteti, më dhanë më tepër forcë për të dalë fitimtar. Dhe ja ku jam sot, aktor në skenën e teatrit të fëmijëve, skenën që doja më shumë. Erdha, konkurova para komisionit, di që kam dalë mirë, për arsyet fizikut, u elemenu Fredi, dhe u bo motivi tek ajo i shkrimit. Për mendimin tim s'kishte rëndësi, sepse i thonë pas shumë viteve, komplet struktura e programit mësimor ka ndryshuar. Po ti nuk u dorëzove, apo jo? Tamam bukur e tha, edhe desha të konkuroj në 99-ën, më blokon, me urdhë për ja. Në 2000, ndjes paso nuk e kam atje matë, kam ngullje timeti, e babaj tim. Për hatër tim do regjistrohesh. Gjithë pikësynimi im ka qenë marrje kësaj shkolle për në teatrin e kukullave. Dhe du të lidh vetë kur ajo mirë keq që më përgatiti, kur unë kam luajtur rolin e parë në teatr, vetë fiziku i Fredit është kukull lëvizse.
në lëndën e mishtrisë së aktorit që duhet i merrja në shkollë, unë i kam mësuar në prova tavolinë me kolegët e mi dhe me Mirketën. Flas për mjeshtrinë e aktorit. Të jesh ndryshe nga të tjerët do të thotë të përballesh me indiferencën e njerëzve, e për të shpërfillur këtë indiferencë, Fredi gjen zgjidhje në botën e tij të brendshme. Rikthehet në kujtime, në fëmijëri. Ky personazh me këtë botë unike na tregon se aktrimi nuk është pasioni i tij vetëm. Dëshira e tij është të ndërtojë një flotë të Durrësit në miniatur, por është ende në fazën e parë të punës. Fredi, si e ndjen veten kur vjen këtu, të qetë, të imagjinon veten në det, në kaltërsinë e Durrësit? Përderisa është një fantazi e imja ndjej. Këtu më paka shumë kam arrit të ilustroj disa modele të vogla të fantazisë time. Kam qef të hap një ekspozit, mbasi këto janë në karton do realizohen në llamarin, në ngjitje, po që do jenë me përmasat sakta. Ndjehemi lumturuar, ndjehem sepse tham atë që sa realizova dikur, them ta realizoj në imagjinat me këto mjetet vogla. Pse shohim një tendencë të ju largohesh njerëzve, ri më tepër vet? Pse ndodh kjo? Arsyet e mia. Jam më i qetë kur je vetëm, sepse dikush të kupton, dikush s'kupton, kurse kështu kur je në individualitetin tënd je më i qetë. Unë jam armik i ignorancës. Së dura, se ka përdit atë. Duket se kujtimet, deti, ëndrat e fëmijërisë i falin qetësinë e brendshme dhe lumturinë.